Mendoj se përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe më falni dhe zonja Zheni Gjergji, antare këtij delegacioni, me fjalët e tyre me argumenta që paraqitën, dëshmuan se Edi Rama është një armik i vërtet i lirive dhe të drejtave themelore të shqiptarëve, është një armik i rrezikshëm i vlerave themelore të individit dhe shoqërisë së lirë, vlera të cilat bashkojnë kombet e lira europiane. Sot, betejë vazhdon po në Strasburg, por kësaj radhe vazhdon në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës, sesionin e saj. Duhet theksoj se si Parlamenti Europian, ashtu dhe Këshilli i Europës, patën si vëzhgues në këto zgjedhje delegacionet më të mëdha që ato kanë dërguar ndonjëherë në Shqipëri. Sot, në Këshillin e Europës, do paraqitet nga kryetari i grupit, kryetari delegacionit të Këshillit të Europës që zhvilloi zgjedhjet, raporti i parlamentarëve europian antar të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Zoti Simone Bili. Ky raport është diskutuar sot në grupet parlamentare dhe do të diskutohet në seancën plenare të kësaj asambleje për të marrë formën përfundimtare. Zonja Albana Vokshi e pranishme në grupin parlamentar të Partisë Popullore paraqiti që në mëngjes një video shokuese për audiencën, e cila tregoi se pse zgjedhjet në Shqipëri ishin një farsë e tipit të Zimbabweve të 30 viteve më parë. Edhe njëre them, pamjet e paraqitura në tempullin në grupin parlamentar të Partisë Popullore në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës ishin shokuese për audiencën. Tani zhvillohet debati në të cilat zgjedhjet janë, thash dhe njëherë, zgjedhje që s'kan të bëjnë me standardet europiane, si që konstaton vetë delegacioni dhe rrjeshton aty një listë të gjerë, problemesh themelore, manipulimesh, mashtrimesh, blerje vote, por komentet dëshoj t'i bëj pasi raportit të miratohet në Asamblenë Parlamentare. Tani, duhet të njoh shqiptarët me videon e cila shokoi audiencën
dhe që është dëshmia një përpjekje të jashtëzakonshme që po bën opozita në luftën kundër aktualisht armikut më të egër të lirisë së shqiptarëve, që ka emrin Edi Rama dhe farsës tij elektorale. Edhe njerë, për çdo qytetar që vlerëson lirin, që vlerëson votën dhe fjalën e lirë si themele të lirive të tij, ai që të merr këto është armiku yt më i egër, pavarësisht nga kombësia, pavarësisht nga shtetësia, pavarësisht se çfarë është, ai është armiku numër 1 i yti me të cilin duhet përballesh.